Prezenca OSBE-s në Shqipëri ka vlerësuar se puna e Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore ka ecur ngadalë, por është për të përshëndetur rifillimi i aktivitetit të tij dhe fokusin në çështje të rëndësishme si financimi i partive politike. Në një deklaratë për mediat, ambasadori i OSBE-s Michael Tarran theksoi se organizata ka qenë e angazhuar që në fillim për ta mbështetur komisionin me ekspertizë, duke nënvizuar se rekomandimet e OSBE-ODIHR janë baza kryesore e punës. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri është angazhuar në këtë punë për të mbështesur Komisionin Posaçëm, që nga fillimi kanë vërtet punuar letësëme ngadalë, kanë humbur kohë, por gëzohemi që kanë rifilluar punën e tyre dhe, si e keni thënë, kanë punuar në temën e financimit të partive, që është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës politike në ndonjë vend demokratik, si është tani Shqipëri. Sa i përket reformës, ne nuk jemi këtu për të propozuar, imponuar një model. Ka model të ndryshme, çdo vend e ka model e vet. Ne jemi këtu për të ndihmuar në implementimin e këtyre rekomandimeve. Por edhe një herë, kjo nuk thot që kemi një sistem preferuar. Lidhur me diskutimet për uljen e numrit të deputetëve nga 140 në 100, OSBE thekson se ky është një debat politik i brendshëm dhe çdo vend ka realitetin e tij demografik dhe institucional. Absolutisht neutralisht, është prapë një problem i shqiptarëve në të cilët nuk do të hyjmë. 150, 250, 300 është problemi juaj dhe prapë në çdo vend ka situatë të ndryshme, duke shikuar sa banorët janë në Shqipëri, u kuptoj që dikush konsideron që duhet të jetë më pak deputet, ka argumente tjetër që janë në favor të numrit më të madh. Çdo vend duhet të vendosë vetë, nuk është puna jonë për të komentuar këtë aspekt teknik. Sa i përket reformës territoriale, OSBE shprehet se nuk ka ende një vendim për hartën e re administrative dhe se kjo mbetet një çështje në kompetencë të institucioneve vendase. Nuk jam i sigurt që do të shkoni me hartën e re, do të shikojmë, është vendimi, është mendja juaj, nuk e di, do të shikojmë. Deri tani nuk kam të çuar që do të ishte gati një hartë e re, do të shikojmë. E di që edhe për këtë kanë mendime të ndryshme. Lidhur me kritikat e partive të vogla se reforma zgjedhore favorizon parti të mëdha, kreu OSBE-s u përgjigj se këto diskutime ekzistojnë edhe në vende të tjera dhe se modelet ndryshme politike kanë funksionuar në demokracitë konsoliduara.